Doni dhëmbë të bardhë si bora, kjo metodë do ju befasoj për vetëm 5 minuta. Së bashku me këtë trajtim në shtëpi duhet të shmangni ushqime të cilat përmbajnë ngjyrues sa më shumë të jetë të mundur. Këtu mund të përmendim verën, kafen, pije me ngjyrues artificial. Përveç se kjo recetë është shumë efektive, ajo bëhet gati me vetëm 2 përbërës, si për shembull sodë buke, limon ose lëng limoni. Duke përdorur këto përbërës, ju do të krijoni një pastë homogjene dhe lajini dhëmbët një herë në javë. Keni kujdes sepse nga përdorimi i shpeshtë i kësaj paste mundet që të dëmtoni smaltin e dhëmbëve tuaj. Bëjeni këtë trajtim disa javë dhe do të shikoni rezultatet. Rezultatet do të vërehen që pas javës së parë të përdorimit, por mund ta përdorni këtë recetë derisa të shikoni rezultatet e dëshiruara.